letra e apostullit Paul drejtuar Efesianëve, në kapitullin e 2 të vëllezër. Letra e apostullit Paul drejtuar Efesianëve. Kapitulli 2. Ta shohim me vëmendje vëllezër, aleluja, se çfarë do të na japë apostulli Paul të kuptojmë nëpërmjet shkrimit, vëllezër, aleluja. Ai ju dha jetë edhe juve, që ishit të vdekur në faje dhe në mëkate, në të cilat keni ecur dikur sipas ecjes së kësaj bote, sipas prisit të pushtetit të errës, sipas frymës që vepron tani në bijtë e mosbindjes, nëpërmjet të cilëve edhe ne dikur jetuam në lakminë e mishit tonë, duke i plotësuar dëshirat mishit dhe të mendjes, dhe ishim prej natyre bij të zemërimit, ashtu si dhe të tjerë. Por Perëndia që është i pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë së tij të madhe, me të cilën na deshi, edhe atëherë kur ishim të vdekur në faje, na dha jetë me Krishtin. Ju jeni të shpëtuar me anë të Irit, dhe na ringjalli me të, dhe me të na vuri të rimë në vendet qiellore në Krishtin Jezus, për të treguar në epokat që do të vinë në pasurinë e pamasë të hirit të tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus. Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit. Dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndisë. Jo nga veprat, që të mos mburet askush. Ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për vepra të mira që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim në to. Amin. E falenderojmë Perëndinë për fjalën, vëllezër, aleluja. Një letër e apostullit Paul që i drejtohet kishës të Perëndisë, të zgjedhurve, për të kuptuar, vëllezër, aleluja, se cili është vullneti i Perëndisë, se çfarë Zoti bëri në jetën e atyre që e pranuan, motra dhe vëllezër, këtë flijim, për të kuptuar vërtet rëndësinë e madhe dhe dashurinë e Perëndisë, rëndësinë e madhe të kësaj vepre të Perëndisë që bëri nëpërmjet Jezus Krishtit. E falenderojmë Perëndinë për të gjithë ne, motra dhe vëllezër. Apostulli Paul na dërgon një letër të gjithëve për të parë vërtet, motra dhe vëllezër, aleluja, që kjo është dashuria e Perëndisë, është vepër e Zotit, vëllezër, aleluja, dhe ne jemi mbrekullia që Zoti ka bërë me çdo njerin që e pranon këtë flijim të Perëndisë, dhe Zoti ka bërë vepër në te. E shohim, vëllezër, aleluja, ndryshimin në jetën e atij njeriu që vërtet e pranon Krishtin si flijim, motra dhe vëllezër, nga Perëndia, që erdhi për mëkatin tonë dhe na dha jetë, motra dhe vëllezër, aleluja. Lavdi e emrit të shenjtë. Ai ju dha jetë edhe juve. Ne ishim të vdekur, thotë vëllezër, që ishim të vdekur në faje dhe në mëkate. Ai erdhi për të na dhënë jetë, vëllezër. Por ne nuk jetonin. Por ne nuk ishim, motra dhe vëllezër, e falenderojmë Perëndinë. Ne ishim të gjallë, motra dhe vëllezër, aleluja, por të vdekur në frymë.
të larguar nga prania e Perëndisë. Prandaj që të gjithë njerëzit janë në mëkat, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk ka të mirë, por ka mëkatar, motra dhe vlezër, aleluja. Një është i mirë. Ai është vetëm Perëndia. E falenderojmë Perëndinë. Po unë nuk kam vrarë, po unë nuk jam i keq, po unë si bëj keq njeriu, e shumë dëgjojmë, motra dhe vlezër, aleluja. Unë nuk kam mëkat. Mëkati i vlezër, aleluja, është trashëguar brez pas brezi që në momentin kur Adami dhe Eva nuk ju bindën Perëndisë, dhe u trashëgua, mëkati vjen si rezultat i mosbindjes. Dhe çfarë ndodhi me mosbindjen e tyre? Ata u larguan, motra dhe vlezër, nga prania e Zotit. Ky njeri është i vdekur, motra dhe vlezër, kur largohet nga prania e Perëndisë. Këtu qëndron mëkati ynë, vlezër, e falenderojmë Perëndin. Sepse ne shohim që vërtet nuk jemi njerëz të këqij, nuk bëjmë keq, nuk vrasim, por mëkati qëndron në ne, sepse prania e Perëndisë nuk është në ne. Prandaj thot, ju ishit të vdekur në faje dhe në mëkate. Sepse Perëndia, kur e urdhëroi njeriun, Adamin, motra dhe vlezër, dhe i tha, në momentin që ti do të hash nga kjo pemë, ke për të vdekur. Që të kuptojmë, motra dhe vlezër, për çfarë vdekje bëhet fjalë. Dhe ata, kur nuk ju bindën fjalës të Perëndisë, nuk arritën të kuptonin, motra dhe vlezër. Eva i thot Adamit, e ngra unë nga ajo pemë, dhe nuk vdiqa. Provoj edhe ti. Dhe çfarë ndodhi, për çfarë vdekje bëhet fjalë, motra dhe vlezër, që njeriu nuk e kupton edhe sot. Që në momentin që ata nuk ju bindën fjalës të Perëndisë, vlezër, u larguan nga parajsa, u larguan nga prania e Perëndisë. Për këtë apostulli Paul na tregon në fjalën e Perëndisë në këtë letër, vlezër, që të kuptojmë që ne ishim të vdekur në faje dhe në mëkate, prandaj prania e Perëndisë nuk ishte në ne. Dhe dashuria e Perëndisë ishte kaq e madhe për njeriu, sa dërgoi Jezus Krishtin, motra dhe vlezër, për të hequr këto faje dhe këto mëkate që na largonin nga prania e Perëndisë, për të na pajtuar përsëri me Perëndinë. Dhe aty ku është prania e Zotit, motra dhe vlezër, është parajsa. Parajsa, motra dhe vlezër, sot është brenda nesh. Nëse unë kam Perëndinë, motra dhe vlezër, aleluja, kam paqe, kam dashurinë, kam gjithçka, motra dhe vlezër, që kërkon kur shpirti im. E falenderojmë Perëndin. Ai ju dha jetë juve, thot. Perëndia na dha jetën ne, motra dhe vlezër, aleluja. Për çfarë? Sepse ne ishim të mirë, sepse veprat tona ishin të mira. Jo, motra dhe vlezër, aleluja, por sepse ne pranuam këtë vepër të Perëndisë që erdhi për faljen e mëkatit tonë, kuptuam, motra dhe vlezër, aleluja, që vërtet unë jam mëkatar, dhe ai erdhi, u flijua për mua, për të hequr mëkatin nga mua, që të pajtohem me Perëndinë. Në të cilat keni ecur dikur, ashtu si që ecnim ne, motra dhe vlezër, ishim në faje dhe në mëkate, larg Perëndisë. Sot që kemi pranuar fjalën e Perëndisë, flijimin e Perëndisë, vlezër, aleluja, çfarë ndodhi në ne? U hoq mëkati, motra dhe vlezër, aleluja, nga njeriu, erdhi fryma e Perëndisë në ne, motra dhe vlezër, na hapi sytë të shohim, të kuptojmë se ku jam deri tani,
Dhe e pranova këtë flijim që bëri Perëndia për mua. Në të cilat keni ecur dikur sipas ecjes të kësaj bote. Ashtu si që ecim të gjithë në këtë botë, kështu ecnim edhe ne më përpara, thot. Sipas prisit të pushtetit të erës, thot, sipas frymës që vepron tani në bijtë e mosbindjes. Është një frymë që vepron tani, thotë, në bijtë e mosbindjes. Ata janë bijë të mosbindjes. Nuk pranuan, thotë motra dhe vëllezër, aleluja, nuk pranuan këtë flijim që bëri Perëndia për ta shpëtuar njeriu, dhe Perëndia thotë do t'ju dërgojë atyre një gënjeshtër që t'i besojnë që të gjithë gënjeshtrës që të humbin, motra dhe vëllezër. Dhe kjo është, do të ndodhë, motra dhe vëllezër, aleluja, pasi kisha të jetë rëmbyer, pasi kisha të jetë në prani të Zotit. E falenderojmë Perëndin. Ndërmjet të cilëve edhe ne dikur jetuam në lakminë e mishit. Edhe ne dikur ishim, ashtu si e gjithë bota sot, motra dhe vëllezër, në lakminë e mishit, thotë. Në dëshirat tona mishore, duke ja plotësuar dëshirat mishit dhe të mendjes sot, dhe ishim prej natyre bij të zemërimit ashtu si gjithë të tjerë. Ishim bij të zemërimit të Perëndis. Pse? Sepse u larguam, motra dhe vëllezër, aleluja, për shkak të mëkatit që trashëguam, por dhe për shkak të dëshirave tona mishore, u larguam nga marrëdhënia jonë me Perëndin. Por Perëndia, që është i pasur në mëshirë, Perëndia është i pasur në mëshirë, e krijoi njeriu jo për të humbur, por e krijoi njeriu ta shpëtojë, të jetojë në prani të Perëndisë, vëllezër. E falenderojmë Perëndin. Për këtë u krijua njeriu. Jo të roje 60 apo 80 apo 100 dhe të humbasë, por të jetë përgjithmonë, thotë, në prani të Perëndisë. Ky është qëllimi i Perëndisë dhe i thirrjes së Perëndisë, motra dhe vëllezër, për çdo njeri që ka vesh për të dëgjuar. Për këtë erdhi dhe u flijua, motra dhe vëllezër, Jezus Krishti, që çdo njeri që e dëgjon sot fjalën e Perëndisë, të pendohet, motra dhe vëllezër, aleluja, ta pranojë këtë flijim të Perëndisë dhe të kalojë nga vdekja në jetë, motra dhe vëllezër. Ashtu si thot, ju kaluat në jetë. Pse? Sepse u hoq mëkati nga ne, motra dhe vëllezër, me këtë flijim të madh të Perëndisë. Por Perëndia që është i pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi, edhe atëherë kur ishim të vdekur në faje, na dha jetë me Krishtin. Ju jeni të shpëtuar me anë të hirit. Na dha jetë nëpërmjet Krishtit, motra dhe vëllezër, aleluja. Jo sepse ishim më të mirë, jo sepse veprat tona ishin të mira, motra dhe vëllezër, jo sepse ne e donim Perëndin, por sepse Perëndia na deshi i pari ne, flijoi për ne, motra dhe vëllezër, aleluja, na dha Zoti diçka të pamerituar, hir do të thotë mora diçka që nuk e meritoj, që nëpërmjet këtij flijimi të kemi jetë unë. Kaq e madhe është dashuria e Atit tim, që nëpërmjet Jezus Krishtit unë të kem jetë të përjetshme dhe të jetoj në prani të Zotit. Dhe atëherë kur ishim të vdekur në faje, na dha jetë me Krishtin dhe na ringjalli me të, dhe me të na vuri të rimë në vendet qiellore në Krishtin Jezus.
Na ringjallim, motra dhe vlezër, aleluja. Jemi të ringjallur. Na vuri në vendet qiellore. Ju jeni qytetarë qiellorë, thotë Zoti. Pse, motra dhe vlezër, aleluja? Çfarë ka ndodhur me bijtë e Perëndis, me të zgjedhurit e Perëndis? Ka ndodhur një ndryshim shumë i madh, motra dhe vlezër. Cili është ndryshimi? Nga të vdekur, motra dhe vlezër, neve na dha jetën nëpërmjet Jezus Krishtit. Kemi jetën e përjetshme. Prandaj thotë jeni qytetarë qiellor tani. Nuk jeni me në dëshirat tuaja mishore, që ju mbanin në vdekje, por çfarë u bë një ndryshim shumë i madh në ne. Na u hapën sytë të shohim, vlezër, aleluja. Çfarë të shohim? Qiellin, vlezër. Dimë ku shkojmë, dimë përse vimë, motra dhe vlezër, aleluja. Më i mjeri të mjerëve, thot apostulli Paul, do të jem në qoftë se unë e dua Krishtin vetëm për këtu në këtë botë, motra dhe vlezër. Nuk kam kuptuar asnjë gjë nga vepra e madhe e Perëndisë. Vepra e Perëndisë është që njeriu të shpëtohet dhe të jetojë përjetësisht, të krijojë këtë marrëdhënie të shkëputur me Perëndinë. Kjo është dashuria e Perëndisë, që ka qenë vazhdimisht në ne dhe për ne, motra dhe vlezër, aleluja. Për të treguar në epokat që do të vinë, pasurinë e pamasë të hirit të tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus. Për të treguar njerëzve, motra dhe vlezër, në epokat që do të vinë, thotë, sa i madh është hiri i Perëndisë për ne të gjithë. Sa gjë e madhe është ajo që na ka dhënë Perëndia ne, një gjë të pamerituar. Një gjë që nuk e meritonim, motra dhe vlezër, aleluja. Për çfarë, motra dhe vlezër, ne meritojmë jetën e përjetshme? Thjesht për bindjen tonë në fjalën e Perëndisë, për besimin tonë në Jezus Krishti, motra dhe vlezër, aleluja, që Perëndia e dërgoi pikërisht për këtë gjë, që kush beson në të, të mos u mbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Kjo është vepra e Perëndisë, vlezër, që ndodh me të gjithë ata që e duan Perëndinë. Dhe ata që e duan Perëndinë, vlezër, aleluja, janë të mbushur plot në frymën e Perëndisë. Sepse vepra e Perëndisë fillon nga fryma e Perëndisë, vlezër, aleluja. Nëse fryma e Perëndisë nuk na udhëheq, nuk mundet të bëhet vullneti i Perëndisë. Ju s'mund të bëni dot asgjë pa mua, thotë Zoti. Kur Jezus Krishti, motra dhe vlezër, aleluja, vendosi të pagëzohet për të bërë vullnetin, motra dhe vlezër, për të cilin kishte ardhur, pasi u pagëzua, ne të gjithë e dimë sipas fjalës të Perëndisë, fryma e shenjtë zbriti mbi të dhe filloi veprën, motra dhe vlezër, lavdia e të shenjtë. Fryma e Perëndisë është ai që bën vullnetin e Perëndisë, veprën e Perëndisë në ne. Nuk mundet njeriu, motra dhe vlezër, aleluja, me forcat e veta të bëj atë çka do Perëndia. S'mundet. Si mundet, motra dhe vlezër, aleluja, të dojë dikush armikun? Nuk mundet, motra dhe vlezër, është e pamundur. Por fryma e Perëndisë që vepron në ne e bën këtë vepër, motra dhe vlezër, aleluja, që askush të mos mburet, thotë, me atë çka bën. Unë, thot apostulli Paul, ajo që shihni është vepra e Perëndisë në mua. Unë jam një përdjekës i kishës, thot, motra dhe vlezër, aleluja, një njeri që merr një të krishterët dhe i fut një në burg. Ky jam unë. Por fryma e Perëndisë që po bën një vepër në mua, motra dhe vlezër, aleluja, është ajo që ju shihni, që i jepni lavdi Perëndisë, motra dhe vlezër, për gjërat që bënte Perëndia me apostullin Paul. Dhe njerëzit sot duhet i japin lavdi Perëndisë për gjërat që Zoti bën me ne, motra dhe vlezër, sepse na ka dhënë frymën e Perëndisë dhe me çdo njërin prej nesh Zoti do të bëjë një vepër, motra dhe vlezër, aleluja. Ky është qëllimi, që të kuptojnë të gjithë të krishterët, motra dhe vlezër, që këtu
Ne jemi kalimtarë, por Zoti na mban dritën në këtë botë që njerëzit të shohin dhe të arrijnë të kthehen. Të kuptojnë dashurinë e Perëndisë, vëllezër, aleluja. Dhe ky është një ndryshim shumë i madh. Nuk është të thjesht unë bëra vullnetin e Perëndisë, vëllezër, aleluja, pranova Jezus Krishtin, vete një orë në kishë, dhe kjo është jeta ime dhe gjithë ditët e tjera jam si gjithë të tjerët. Jo, motra dhe vëllezër, ju jeni dritën. Nuk keni lidhje, ç'lidhje ka drita me errësirën, thotë. Asnjë lloj lidhje nuk ka. Atëre, si do të na shohin ne dritë kur ne, motra dhe vëllezër, aleluja, jemi vërtet sipas fjalës të Perëndisë? Kur ne jemi siç ishim më përpara, ku është drita jonë, motra dhe vëllezër? Ku është vepra e Perëndisë në ne? Ku është fryma e Perëndisë në ne? Çfarë vepër po bën fryma e Perëndisë me çdo besimtar sot, motra dhe vëllezër, aleluja? Me dëshirat për të plotësuar dëshirat tona, apo për të bërë vullnetin e Perëndisë për të cilën Zoti na thirr? Në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë. Ju jeni të shpëtuar nga vdekja, me anë të hirit, me anë të kësaj dhurate nga Perëndia, jo në bazë të veprave tuaja, por ju është dhënë dhuratë nga Perëndia. Për këtë ne duhet të jemi falenderojës Perëndisë, vëllezër, aleluja. Nuk bëra diçka, motra dhe vëllezër, aleluja, por Zoti erdhi në jetën time dhe tha të dua, birim, kam një vepër me ty, e pranon, e do Zotin, eja me mua, thot Zoti, të tregoj rrugën, jam gjithmonë me ty, qëndron në fjalën time, e lavdia e emrit të sheh. Dhe ne shikonim se si Zoti vepronte në zemrat e çdo njerit nga ne. Se si Zoti, motra dhe vëllezër, na çlironte nga dëshirat tona. I shikonim gjërat se si iknin nga ne, se si çliroheshim. Ato gjëra që i kishim idhuj, motra dhe vëllezër, nuk i kishim me. Dhe mrekulloheshim dhe thoshim, si ka mundësi në mua që unë e kisha idhull këtë gjë, nuk ekziston me kjo gjë. Kjo ishte vepër e Perëndisë në ne, motra dhe vëllezër. Nuk e heq dot njeriu idhujtarinë. Por nëse ne besojmë në Zot, motra dhe vëllezër, dhe e pranojmë Zotin të veprojë në ne, është një zemër e butë, është një zemër, motra dhe vëllezër, aleluja, një tokë e mirë ku kjo fare e Perëndisë, fjala e Perëndisë, bën vepër, motra dhe vëllezër, e falenderojmë Perëndin. Duhet të tregojmë shumë të kujdesshëm, vëllezër, aleluja, duke parë në fjalën e Perëndisë zemrat tona. Ku është pozicioni i zemrës time? Sepse shumë e kërkojnë Zotin. Shumë e thresin Zotin, motra dhe vëllezër, aleluja. Por Zoti thotë, duhet t'i japë fryt fjala e Perëndisë në çdo zemër. Një zemër pa fryt, motra dhe vëllezër, aleluja, kuj do t'i shërbejë? Është si puna e asaj farës thotë që ra në gur ishte. Dhe është e bukur ta dëgjosh, motra dhe vëllezër, aleluja, Zoti të do. Zoti është kënaqësi, do të t'i japë gëzim, motra dhe vëllezër, Zoti do të t'i japë dashuri. E falenderojmë Perëndin. Dhe e pranojmë, motra dhe vëllezër, Krishtin kështu. Dhe kur vjen ora që të përballen me gjërat që ndodhin, motra dhe vëllezër, aleluja, për hir të kësaj dashurie, jo, po unë nuk e di nja kështu. Dhe fillon çfarë ndodh, motra dhe vëllezër, aleluja, secili të riqe, secili kërkon të gjeje atë sipas zemrës të tij. Dhe thajt, thot motra dhe vëllezër, pse? Sepse kjo fjalë ra në gurishte, nuk kishte vlagë, thot, nuk kishte dhe që të sillte fryt, motra dhe vëllezër, aleluja, që të shikonin të tjerët. Çfarë do shohin njerëzit në ne, motra dhe vëllezër, aleluja, kur në zemrën tonë është gurishte? Kur në zemrën tonë ka dhe dëshirat të tjera të kësaj bote për të plotësuar, motra dhe vëllezër, aleluja? Po pse vëlla, është e ndaluar të ndërrojmë? Jo, motra dhe vëllezër, është e ndaluar të ndërrojmë, nuk mund ta them, por të ndërrojmë për gjërat qiellore. Të ndërrojmë për gjërat e mëdha që ka përgatitur Perëndia për ne, motra dhe vëllezër, aleluja.
Se nëse Zoti në fjalën e Perëndisë më thotë sot është ora jote. Nëse Zoti do të vijë sot, ku është zemra jote? Aty ku është zemra, motra dhe vëllezër, aleluja, aty do të jetë njeriu. Ku e kam zemrën? E kam në qiell. E kam të bëj vullnetin e Perëndisë, të grumbulloj thesare për në qiell. Atje do jetë zemra ime. Atje do të jem unë. Por nëse zemra ime është këtu, motra dhe vëllezër, aleluja, si mundet të shkojë në qiell njeriu? Jo nga veprat të tuaja, që të mos mburet askush, thot. Ne në fakt jemi vepra e Tij e krijuar në Krishtin Jezus për vepra të mira që Perëndia përgatiti që më parë. Vepra e Perëndisë jemi ne, që Zoti vepron në zemrat tona, në jetën tonë, duke na dhënë frymën e shenjtë, duke na dhënë forcën, motra dhe vëllezër, aleluja, durimin që të shohim në fjalën e Perëndisë, dashurinë e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, që ne të jemi vepra e Perëndisë në ne. Zoti na quan bijtë të Perëndisë, vëllezër, aleluja. Bijtë e Perëndisë nuk mund të qëndrojnë në mëkat. Bijtë e Perëndisë nuk mund të qëndrojnë në dëshirat e kësaj bote që do të shkatërrohet, motra dhe vëllezër, aleluja, që i përket kësaj fryme të mosbindjes, thotë. Bijtë e Perëndisë kanë gjëra të tjera, motra dhe vëllezër, aleluja, dëshira të tjera, të bëhet vullneti i Atit tonë qiellor. Dhe vullneti i Atit tonë qiellor është të jemi dritë në këtë botë, të ecim të bindur në fjalën e Perëndisë, që njerëzit të shohin veprën e Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja. Ti je vepra e Perëndisë, nëse do të ecësh sipas vullnetit të Perëndisë. Për këtë shkak, thotë, mua më shanë, më fyen, më poshtëruan, thotë, Zoti, do t'ja bëjnë edhe ju. Mos u shqetësoni nga kjo gjë, thotë, nëse do t'ju ndodhin të tilla gjëra, sepse më ndodhin dhe mua, thotë Zoti. Por ama kjo është vepra e Perëndisë, vëllezër, aleluja. Në fakt, jemi vepra e Tij, ne thotë, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë që ne të ecim në to. Që ne të ecim, Zoti ka përgatitur, motra dhe vëllezër, rrugën tonë, që ne të ecim. Kush e hapi rrugën? Kush është rruga, motra dhe vëllezër, aleluja? Unë jam rruga, thotë Zoti. Rruga që ne na çon në jetë të përjetshme. Unë e munda botën, edhe ju do ta mundni botën, thotë, motra dhe vëllezër. Dhe bota nuk është lufta jonë për jashtë, motra dhe vëllezër. Bota është brenda nesh. Dëshirat tona e munda unë botën, edhe ju do ta mundni, motra dhe vëllezër, aleluja. Gëzohuni me Krishtin, motra dhe vëllezër, në frymën e Perëndisë. Adhuroni Zotin, sepse keni marrë diçka të pamerituar, vëllezër, aleluja. Jepini lavdi Perëndisë. Ne jemi bijtë të dritës, motra dhe vëllezër. Ne jemi bijtë të Perëndisë, sepse fryma e Perëndisë është në ne. Nuk duhet të ketë në sytë e bijve të Perëndisë, motra dhe vëllezër, trishtim. Por duhet të ketë gëzim, vëllezër, aleluja. Pse? Sepse gëzimi ynë nuk qëndron në gjërat materiale që unë kam, apo në gjërat e kësaj bote. Gëzimi im qëndron në marrëdhënien me Perëndinë, vëllezër, aleluja, me vullnetin e Perëndisë. Dhe nëse unë jam në vullnetin e Perëndisë, ai njeri ka gëzim, motra dhe vëllezër, sepse është duke bërë vullnetin e Zotit. Zoti të bekoj të fjalë.